Në Shamberi të Francës u çel ekspozita Ikonat e Shqipërisë, ku 49 ikona nga Fondi Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar të Korçës janë prezantuar për herë të parë para publikut francez dhe do të qëndrojnë të ekspozuara deri më 13 nëntor. Drejtori i Muzeut të Arteve të Bukura të Shamberisë e vlerësoi këtë ekspozitë si një mundësi për të njohur një trashëgimi që është njëkohësisht shqiptare, europiane dhe botërore. Është një trashëgimi shqiptare, është një trashëgimi evropiane, është një trashëgimi botërore. Mendoj se kjo ekspozit ka një vlerë edukative për të treguar se trashëgimia është e brishtë dhe mund të zhduket. Ajo që është bërë në Korçë te Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar dhe ajo që po bëhet sot në Shamberi do të sjellë, shpresojmë, një njohje më të mirë të kësaj trashëgimie dhe një ruajtje më të mirë të saj. Jam vërtet shumë i lumtur për realizimin e kësaj ekspozite. Është diçka e jashtëzakonshme për Muzeun e Arteve të Bukura të Shamberi, që do të prezantojë një ekspozit me një bashkëpunim ndërkombëtar kaq të fortë dhe shpresoj që publiku do ta mirëpresë dhe do të jetë i pranishëm në numër të madh. Përmes këtyre veprave, publiku francez do të ketë mundësinë të zbulojë vlerat artistike dhe shpirtërore të ikonave shqiptare, të cilat përbëjnë një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë son kombëtare.